Një sipërfaqe konsiderueshme urave detar prej 2 ditësh është ndotur në plazhin nga rapi në ujë të ftohtë deri tek tuneli. Ndotja vret me sy të lirë, ndërsa duket se janë vajra apo pa pastërti, tanijeve turistike, tregtare apo edhe trageteve. Një situatë vërtet shqetësuese në një kohë kur e gjithë kjo ndotje në një nga zonat më të frekuentuara të vijës bregdetare vjen kur jemi në kulmin e sezonit turistik. Më shumë se sa një ndotje aksidentale, duket si një ndotje e qëllimshme nga ato me prapavi për të dëmtuar sezonin turistik në Vlorë, teksa duket se ai ka nisur dhe po vijoni suksesshëm deri më tani, nisur edhe nga numri i lartë i pushuesve, vendas dhe të huaj që po zgjedhin bregdetin ton për të kaluar pushimet verore. Një det i ndotur në një nga zonat që frekuentohet më shumë nga familjarët dhe në një nga zonat që kanë qenë më të pastrat dhe pa probleme nga ndotja. Këto pamje nuk janë as pak të hishme për sytë e pushuesve, vendas dhe të huaj, nisur edhe nga rrymrat detare që kanë ndryshuar drejtim në ditët e fundit, ndihmuar edhe nga era, ndotja ka mbritur deri në breg. Institucionet duhet të hetojnë në lidhje me këtë ndotje që prej 2 ditësh po kthehet në një shqetësim në territorin e urave tan detar, shumë pranë bregut. Çdo kush, vendas apo i huaj që ka frekuentuar në këto 2 ditë plazhin nga rapi në ujë të ftohtë e deri tek tuneli, ka vënë re këtë ndotje as pak të zakontë dhe që duket më shumë e prapavit të qëllimshme për të dëmtuar sezonin turistik. Autoritetet shtetërore dhe vendore duhet marrin masa dhe të evidentojnë shkaktarët e kësaj ndotje, që nga Kapitaneria e Portit Detar të Vlorës e deri tek Agjencia e Mjedisit, të gjitha institucionet duhet të angazhohen në lidhje me evidentimin e shkaktarëve të kësaj ndotje dhe për të marrë masa, me qëllim që ngjarje të tilla të mos përsëriten më.